Shumë adoleshentë sot krijojnë një version më perfekt të vetës së tyre në rrjetet sociale, më të bukur, më interesant, më cool. Por çka ndodh kur kjo maskë fillon me u duk më reale se vetja jote? Një studim i vitit 2023, i publikuar nga studius australian, tregon se inautenticiteti, pra ndjenja që nuk je vetja, lidhet drejt për drejt me vetvlerësim të ulët, ankth dhe simptoma depresive, marrëdhënie jo të mira me të tjerët. Studimi citon kërkime që tregojnë se kjo ndjenjë fillon zakonisht rreth moshës 12-13 vjeç, kur trit kuptojnë se mujnë me ndryshu veten për mu pranu nga shoqëria. E arsyeja kryesore, dëshira për me i kënaqë të tjerët e për mu duk më i përsosur. Gjithashtu, ulëmtimet tregojnë se kur identiteti online është shumë ndryshe nga ai real, rritet ndjenja se nuk je i mjaftueshëm. Rritet rreziku për varësi nga interneti, sepse vetëm aty ndihesh i pranuar. Por nuk duhet harruar faktin se, kur nuk je vetja dhe kërkon pranim, ke më shumë gjasa të besosh çdo përmbajtje që t'jep pëlqime, e jo domosdoshmërisht të vërtetën. Prandaj, mos e humb veten duke ndjekur pëlqimet. Vlera jote qëndron te vetja jote e vërtetë, jo te personazhi që krijon online.